Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se Ishulli Sazani do të mbetet pronë e shtetit shqiptar, ndërsa theksoi se negociatat për projektet e zhvillimit në zonë ende nuk kanë përfunduar. Gjatë prezantimit të Albanian Digital Solution SHA, kreu i qeverisë komentoi për debatet e fundit mbi investimet strategjike dhe pronat në jug të vendit. Rama u shpreh se pavarësisht interesit për zhvillimin e projekteve turistike dhe ekonomike, toka në Ishullin e Sazanit nuk do të tjetërsohet dhe do të vijojë të jetë në pronësi të shtetit shqiptar. Sipas tij, procesi i negociatave ende nuk është mbyllur dhe është në vijim dhe nuk ka asnjë vendimarrje përfundimtare. Edhe për këtë zhurmën e madhe që është ngritur mbi një lajm të rrem, sa thuhet që me demek shteti po fal Zvërnecin, shteti nuk po fal asgjë, sepse shteti aty nuk ka asgjë. Ajo është një pronë private den babaden. Dhe investitorët e përfshirë në atë proces janë investitorë tejet serioz, të cilët atë pronë e kanë marrë nga privatët, që t'jemi shumë të qartë. Ndërkohë që shteti ka pasuri në anën tjetër projektit, që është Ishulli i Sazanit, ku ende sot nuk ka mbaruar negociata pasi korporata shqiptare e investimeve është pjesë e projektit. Dhe shteti shqiptar do t'jetë aty. Dhe toka e Ishullit do t'jetë aty e shtetit shqiptar. Kompania tjetër që ne kemi krijuar, që është një kompani publike po ashtu me partneritet privat, është Alp Tresi. Alp Tresi sot ka marrë të gjitha ato që deri dje bëheshin me koncesione të dështuara. Koncesioni i markimit të naftës, koncesioni i pullave fiskale kanë qenë koncesione të dështuara. Sot nuk janë më koncesione, por janë aktivitete të ligjzbatimit, të cilat i bën një kompani publike me përfshirjen e një partneri tjetër shtetëror, Emiratet e Bashkuara, dhe me ekscelencën që vjen pastaj nga privati, duke mundësuar që markimi i naftës, gjurmimi të gjithë madrave të akcizës, identitetit digital, letrat me vlerë, të gjitha këto të jenë pjesë e një holdingu shtetëror. Kryeministri Rama, gjatë fjalës së tij në prezantimin e iniciativës Albanian Digital Solution SHA, theksoi se sot është një ditë e shënuar në rrugën e zhvillimit teknologjik. Kreu i qeverisë tha se në këtë projekt do të kursehet shtetit një shumë e konsiderueshme. Sipas tij, Asia do të bëhet një superfuqi në treg.